Mirëmëngjes njerëz. Ja ku jam, e hën, mesazhi i yjeve, pra horoskop, e më pas një këngë, një tekst, një poezi nga ato që kanë bërë historinë e muzikës. Autori që do të trajtoj sot në radio është kantautori italian Fabrizio De André. I madhi Fabrizio De André. Ndaj ju këshilloj të mos e humbisni ju që në radio më ndiqni. Jo vetëm sepse është Fabrizio De André, por edhe sepse kjo e sotmja është një këngë kundër luftës dhe pasojave të saj. Kam dhe ca këshilla të tjera pastaj. Këshilla që unë si zakonisht do t'u sjell në formën e horoskopit. Dashi. Sipas filozofit amerikan Tom Ferry, që është i shenjës dashit, aftësia për të ndjekur ëndrat tona mund të pengohet ose të dëmtohet nga 4 arsye. Ato janë: 1. Nga ajo që të tjerët mendojnë për ne. 2. Nga melodramat që ne vetë krijojmë në përpjekje për të gjetur ca emocione më shumë. 3. Nga ideja që jemi pasojë së shkuarës dhe nuk mund të ndryshojmë. Dhe 4. Nga ndjenjat dhe mendimet negative që na shkaktojnë ankth. Po lajmi i mirë për ty, o njeri i shenjës dashit, burra grua qofsh, është se në ditët e vazhdim, në periudhën në vazhdim, ti me shumë lehtësi do të çlirohesh nga pika 1, 3 dhe 4. Por mund të jesh shumë i kushtëzuar nga pika 2, që flet për melodramat që ti vetë krijon në kërkim të emocioneve. Kujdes. Në qoftë se nuk të realizohet diçka, mos e kthe në dramë. Dhe kjo kryesisht në marrëdhëniet njerëzore me të afërmit, me bashkëpunëtorët apo me partnerët. Dash, burra grua qofsh, mos ngatro raportet e punës me ato personale. U spjegova? Demi. Në fillim të pranverës, drejtori një shkolle në Bellingham në shtetin e Washingtonit lajmëroi që dita e nesërme do të ishte pushim, nuk do të kishte shkollë. Po pse vallë, ndonjë tornado? Alarm për bombë? Në epidemi gripi? Jo. Apo në fest? Jo, asnjëra nga këto. Thjesht drejtori kishte vendosur që nxënësit dhe mësuesit të bënin një ditë pushim për të shijuar motin e bukur që lajmëronte fillimin e pranverës. Këtë që sapo ju tregova e kam për ju, o dema, burra gra qofshi, dema a lop qofshi në kuptimin figurativ të fjalës. Edhe ju jeni në momentin që të merrni në një ditë pushim, ose më mirë akoma, disa ditë pushim. Janë ditë që unë mendoj se do t'ju shërbejnë për të shplodhur dhe për të shijuar ca marrëdhënie me ca njerëz që ndoshta në këtë periudhë i keni lënë pas dore. Binjakët. Një astrolog të cilit unë i referohem shpesh është astrologu amerikan Hunter Reynolds, i shenjës binjakëve. Ai duke i referuar edhe vetës thotë se kur ju binjakët jeni në momentet tuaja më të mira, karakterizoheni nga një padurim spektakolar. Nuk ka njeri që ju lidh. Preferoni më mirë të gaboni, por vetëm të veproni, se sa të mendojeni e t'ju kap dembelizmi. Por, edhe pse mund t'jeni dhe ju vetë viktimat e padurimit, me gjithë këtë ju prap nuk duroni dot. Edhe kur jeni në një fazë të tillë, nuk çoni asgjë deri në fund, edhe pse po arrini rezultate pozitive, edhe pse do arrini rezultate dhe e dini, prap e lini për gjysmë, se nuk keni durim. E lini një gjë për një gjë tjetër. Në javët në vazhdim, o binjak, burra gra qofshi, ose edhe në 2-3 javët në vazhdim, ju këshilloj që t'i një dorë pikërisht nga kjo gjë, e të lënit të gjërave në mes të rrugës. I keni hyrë një gjëje sentimentale, a biznesi, nuk e di, njëra nga të dyja, çojeni deri në fund. Më dëgjuat o binjak? Më dëgjuat? Gaforia. Pablo Neruda
ka lindur më 12 korrik 1904, pra ka lindur në shenjën e Gafores. Ka qenë një poet, diplomat, një politikan kilian, që është konsideruar një prej figurave më të rëndësishme të letërsisë bashkohore latinoamerikane. Në poezinë e tij, Ode të së tashmes, Pablo Neruda na këshillon të përhumbemi të shliruar në mundësinë e jashtëzakonshme që momenti na krijon. E tashmja është shumë konkrete dhe e pjekur. Shkëpute profumin e saj të drurit dhe me të ndërton një shkallë, por një shkallë që do të të shërbejë të ngjitesh te e tashmja. Shkallë pas shkalle, ngjitu në majtë të gishtave, por jo shumë lartë. Mos shko në qiell, përpiqu të kapësh mollët e jo rreth. Është një këshill shumë e vlefshme, o Gafore, burra grua qofsh. Është një këshill shumë e vlefshme për ne që edhe unë jam një Gafore. Dhe sipas interpretimit tim të kësaj që Neruda ka thënë, por edhe sipas interpretimit të yjeve, e gjitha kjo do të thotë: mëso më shumë nga e tashmja, nga magjia e momentit që po jeton, dhe shkëputu nga e kaluara, të cilën s'mund ta ndryshosh më. Mos pretendo rreth. Bau ke molla. Luani është një kanal televiziv i Sky që quhet Sky History. Njëra prej rubrikave, emisioneve që titullohet Kamionët e rrugëve të ngrira, Ice Road Truckers, i dedikohet shoferëve të kamionëve të mëdhenj që transportojnë ushqime apo materiale pune apo furnizime për banor e njerëz që punojnë në zonat të thella, në zonat afër veriut ku ka borë dhe akull. Këta shoferë me kamionët e tyre me 18 rrota njerëz bëjnë me qindra kilometra për të mbritur në destinacion, duke ka përcyer lumenj të ngrirë, zona moçalore, rrugë pa rrugë, në Alaskë dhe në Kanada në veri perëndimore, për të çuar gjërat e nevojshme atje ku njerëz punojnë për të nxjerrë diamante apo gaz natyror. Luan, burra grua qofsh, në këtë periudhë unë të shoh si protagonist në një nga këto udhëtime. Deri në fund të këtij viti, pra të vitit 2026, pra këto muaj që kanë ngelur, kurajo dhe shpirti i aventurës janë në kulm. E vetmja këshill që kam o Luan, o Luanesh, është që në qoftë se doni të hidheni drejt aventurësh, të paktën mundoni që të mos ketë ose të mos jenë aq të lotshme sa ato të shoferëve të akullit që sapo ju tregova, shembulli që ju tregova. Mundoni të arrini atë që doni të bëni, po pa u stërmunduar. Virgje Resha. Një njeri mund ta mbërë qëllimin që ka në jetë duke gjetur një pyetje së cilës nuk ja di përgjigjen, ose duke tentuar diçka që nuk mund ta realizojë. Këtë që sapo ju citova e ka thënë shkrimtari anglez i viteve 800 Oliver Wendell Holmes, që duke lindur me 29 gusht është edhe i shenjës Virgje Reshës. Kjo, e thënë një formë tjetër, është që njeriu mbrin maksimumin e vet duke tentuar të pamundurën. Tani kthehemi tek ju, Virgje Resha, burra gra qofshi. Sipas asaj që unë kam studiuar dhe sipas asaj sipas atij interpretimi që unë ju kam dhënë mesazhit të yjeve, ose sipas atyre që unë jam referuar, për ju, Virgje Resha, këtë javë nis një vit i ri, që ndoshta do të jetë më i suksesshëm i një 10 vjeçari ose i 10 vjeçari të shkuar. Gjithmonë sipas meje, zbulimi ca mistereve apo sekreteve do t'ju pastroj shpirtin dhe do t'u kthjelloj, do t'ju jap forcën për realizimin e atyre gjërave që deri më sot i kishit quajtur të pamundura. Do t'i jap jetë ndoshta edhe një zjarri pasional që do të sjellë si pasojë një dashuri të ndërruar prej vitesh, dhe dashuri figurativisht duhet të them që është në biznes
është reale, ka shi njeriu konkret, është një dashuri që e ke ndërruar gjithë jetën dhe që do filloj të marrë jetë. Sa do doja o Virgjëresha, isha dhe unë Virgjëresh. Virgjëresha, bura gra qofshi, pa që fatë. Peshorja. Forma me rënd e budallikut njerëzor është kur haron atë që po kërkonte të bënte. Kanë thënë filozofi, poeti, kompozitori dhe filologu gjerman Friedrich Nietzsche i shenjës peshores. Po ju jep një shembull për sa më sipër. Për shembull, nëse ti o peshore, burë grua qofsh, do të ishe qeveria e Izraelit dhe do të pushtuje Gazën për të goditur Hamasin, nuk është në i gjë shumë e zgjuar. Të vazhdosh të luftosh edhe shumë kohë më pasi Hamasi të jetë shkatruar. Sepse sot mund të jenë shumë pak njerëz të kësaj organizate terroriste në gjithë Gazën, të paktën sipas pohimeve të Departamentit të Mbrojtjes. Cila është ekuivalenca e kësaj me jetën tënde private që po të komplikon jetën? O dash, bura grua qofsh, cila është ekuivalenca e kësaj? Cili është ai frymëzim fisnik që të ka shtyrë të hysh një rrugë torturuse? Dash, bura grua qofsh, cila do qoftë kjo gjë, ky mendim, kjo ide, ky projekt, kjo dashuri, të siguroj që nuk kanë fare të bëjnë me qëllimin tënd fillestar, pse e ke nisur atë që ke ndërmend, atë që ke nisur. Hiq dorë. Akrepi. Për të përshkruar gazetarin Peter Freyne të shenjës Akrepit që është ndarë nga ne në vitin 2009, senatori amerikan Patrick Leahy ka thënë: njihte shumë mirë ndryshimin ndërmjet skepticizmit të pastër dhe cinizmit të zbrazët. Konsiderat kjo jo e vogël, po të mendosh që Peter Freyne merrej kryesisht me shkrime dhe tematika politike. Por, ja që rastësia e dashka që edhe ti o Akrep, bura grua qofsh, duhet fillosh dhe të dallosh këtë ndryshim. Je në gjendje të dallosh ndryshimin ndërmjet tendencës tënde për të dhënë gjykime të menjëhershme, negative, dhe aftësisë tënde për të qenë më elastik, më i mëshirshëm. Sipas mënyrës time të të interpretuarit të mesazhit të yjeve, në qoftë se do të dish të shohësh këtë ndryshim kaq thelbësor, do të kesh një javë të shkëlqyer. Shigjetari. Ka gjëra që mësohen më mirë në qetësi se sa në furtunë, ka thënë shkrimtare dhe romancieri amerikane Willa Cather e shenjës shigjetarit. Sipas mënyrës time të interpretuarit të yjeve, mesazhit të yjeve, sipas interpretimit tim yjor, ti o shigjetar, bura grua qofsh, je në një fazë, në një cikël yjor që të mësosh nga furtunat, nga përpjekjet, nga betejat, nuk jam vlen. Ajo që ke nevojë është qetësia të qenurit të paqe. Vetëm kjo lloj qetësie do të sjellë kthjellësinë e të reflektuarit siç duhet. Sa më i qetë jesh, aq më shumë konkluzione të sakta do të mbrish, sepse energjia jote në këtë periudhë, e sidomos këtë javë, nuk duhet të shkojë drejt asaj që do të mbrish. Qoftë në punë, a qoftë të ndjenjë. Energjia jote duhet të shkojë drejt mendimit se si do të mund të realizosh atë që ke në kokë, a në zemër. Britsjapi. Shkrimtari dhe tregimtari anglez Quentin Crisp i shenjës Britsjapit, në shfaqjet që bënte shpesh tregonte historinë e një aktori plak të Hollywoodit, i cili i jepte këshilla një aktori të ri. Djaloshi thoshte, ti tani je në një nivel që mund t'i lejosh vetes vetëm një gabim. Kështu thoshte aktori vjetër. Sa më lart të ngjitesh,
aq më shumë gabimet lejohen. Kur të jesh në maj, edhe nëse gabimet i bën njëri pas tjetrit, do të thonë kështu është stili i tij. Për qap, burra grua qofsh, po kthehem te këty. Jeni i pikë që tashmë për eksperiencat, për vojën që ke, të lejohet të gabosh. Dhe të gabosh nuk do të thot të gabosh, do të thot që edhe mund të eksperimentosh, pa çka se gjithmonë mund të shkoj mirë. Të lejohet eksperimenti në qoftë se ka për qëllim gjetjen e një mundësie të re për të ecur përpara. Ec, o bricjap, burr a grua qofsh. Ujori. Poeti Jacob Niben Genesabe bënte pjesë të një tribu me origjinë nga Kanadaja që quhet Swampy Cree. Origjina e indianëve, originalet e Kanadas. Ai shkruante poezi nga një kënd vështrimi i një qenie magjike, e cila mund të transferojë në krijesa të ndryshme. Në një nga poezitë e tij, ai flet për rëndësinë e të diturit me saktësi të asaj që çdo kush do të bëhet. Njëherë, gjatë një furtune, thot ai, desha të bëhesha një breshk, por jo breshk uji. Breshk nga ato që mbahen në oborin e shtëpisë, sepse nuk doja të notoja. Dhe këtë poezi në fund e mbyll duke thënë: duhet t'i dëshiroj gjërat më me saktësi dhe ato ashtu do t'jenë. Shpresoj dhe uroj, o ujor, burra grua qofsh, që kështu të jetë edhe për ty. Përpiqu që atë që do e që po përpiqesh të bësh, ta parashikosh deri në detaje dhe ashtu do të bëhet, do të realizohet. Peshqit. Nga njëherë, njerëzit nuk kanë gjë për thënë sepse janë bosh brenda. Ka thënë një studiuese e islamit që quhet Yasmin Mogahed, që është e shenjës peshqve. Dhe nga njëherë ka vazhduar ajo, nuk kanë gjë për thënë se janë vërtet plot, por nuk kanë dëgjues. Sipas mënyrës time, të të lexuarit të yjeve, në ditët në vazhdim dhe në javët në vazhdim, ju o peshq, burra gra qofshi, do të përfshiheni ndërmjet njerëzve të kategorisë të dytë që ju thash, që janë plot, që kanë shumë për të thënë dhe ndoshta do të heshtin për mungesë auditori, sepse nuk do të kenë kujt t'ia thonë, ose sepse ata që do të dëgjojnë do t'jenë ku e ku me atë çka ju doni të thoni o peshq, burra gra qofshi. Peshk, në njëjës, peshk, burr a grua qofsh. Gjëra të mrekullueshme dhe tepër emocionale po lëvizin brenda teje, të cilat nuk do të kesh mundësi ti flasësh e ti tregosh, po s'ka gjë. Ani, do t'jesh prezent me heshtjen tënde. Të kuptoj ose ta kuptoj mirë dëshirën për të mos folur. Nuk ka gjë. Gjithçka brenda teje, me gjithë heshtjen tënde, gjëja do të rritet, do të piqet dhe do të kompletohet. Besojni intuitës tuaj o peshq, burra gra qofshi, heshtni dhe për ca kohë, ruajeni misterin e asaj që keni brenda, edhe për pak kohë, dhe dita juaj e shpërthimit në të gjitha vlerat e duhura po vjen. Është duke ardhur, it's coming. Sa bukur, e thash anglisht. Po ju vjen dita, duroni dhe pak, eshtni dhe pak.